Grande Fratello, momenti që trondit shtëpin, mbrëmja kishte zbritur ngadalë mbi shtëpinë e Grande Fratellos, banorët rinin të shpërndar, dikush qeshte, dikush bënte thashe theme, e dikush thjesht priste diçka të ndodhte. Por askush nuk e priste atë që do të vinte nga dolce, në mënyrë të papritur, ajo ngriti zërin dhe kërkoi vëmendje. Edhe kamerat u afruan. Atmosfera u ngurtësua, jam lidhur me një person këtu brenda. Tha Dolce me një buzëqeshje të lehtë, të shtirur, të gjithë u kthyen nga ajo, por thjesht për lojë. Nuk është se e dua. Ishte strategji, pjesë e lojës. Dhe unë do vazhdoj me të, sepse kështu e kam nisur. Fjalët e saj ranë si bomë. Disa banorë u shtangën, disa qeshën me nervozizëm, disa u pan mes tyre për të kuptuar nëse ajo po e thoshte vërtet apo thjesht po provokonte publikun, por ai që u godit më shumë ishte Edi, banori i Big Brother Kosovas që kishte folur shpesh për Dolcen, madje edhe pas largimit të saj në Itali. Zemra e tij ishte ende e kapur aty ku e kishte lënë, të ndjenjat e pastra që i shpërthyen kur ajo doli nga shtëpia, ndërsa Dolce fliste, Edi ngriu. Syt ju mbushën me atë lloj trishtimi që nuk ke ku ta fshesh, edhe po deshe, Dolce vazhdoi, sikur donte t'i jepte goditjen e fundit, nuk dua që të keq kuptohem. Por për mua ishte lojë. Unë s'kam dashuri për të. Thjesht një lëvizje. Në dhomën e rrëfimit, pak minuta më vonë, Edi ul përballë kamerës, duke marrë frym thellë, zëri ju drodh, unë e dua akoma. S'kam pasur kur lojë me të. E kam ndjer fort. Edhe tani që flet kështu. Zemra ime prap rreh për të. Ai fshiu syt, duke u përpjekur të mos e tregonte shumë, ndoshta jam budalla. Ndoshta jam i vetmi këtu që s'luaj. Por Dolce. Unë se haroj. Në shtëpi, banorët nisën diskutimet pa fund. Disa i dolën në krah Dolces duke e quajtur lojtare të fortë. Të tjerë e mbrojtën Edin duke thënë se ai ishte i vetmi që kishte ndjenja të vërteta. Publiku shpërtheu në reagime, një pjesë e adhuronte vendosmërinë e Dolces,